momentet të Reodit, kisha e zgjeron akoma më shumë temën e pendimit dhe të faljes, duke pasur të qendër paravolim nga më të njohura dhe nga më të predikuar të njihet me emrin paravolia e djalit Frank Prishti. Nuk ka histori më të bukur se ajo. Është quajtur si margaritari i gjithë paravolia. Ajo është një histori, është një poezi dhe është një profeci. Është një histori sepse është historia pothuajse e gjithë njerëzimit. Është një ungjill, brenda ungjillit i shpëtimtarit tonë Jesu Krisht. Tregohet historia e të gjithëve. Është historia ime, është historia juaj, dhe historia e gjithë brezave. Dhe të vjedhur shumë shkurt për ata ndoshta që nuk e dëgjuan gjatë kohës kur lexohen ngjillin, historia që tregon Zoti është kjo gjë. Pasi po debatonte me farisejt, Zoti ishin vjedhur me shumë mëkatarë republikan, dhe farisejt thanë ky njeri thotë me mëkatarë për ta kritikuar, Zoti u tregoi atyre tre paragoni, të cilët janë në ungjillin e Lukës kapitullin 15. E para është e derës humbur, e dyta është e monedhës humbur, dhe e treta është e birit humbur, e djalit Frank Prishti. E kjo paragoni u tregoi farisejve, përkirisht për të treguar që Zoti është zotërdhënshëm dhe i pranon gjithë ata që pendohen sinqerisht. Dhe paragonia është kjo, thotë një atë thotë kishte dy bijë. E djali më i vogël i thotë Ati. Atë thotë jep thotë çfarë takon mua me të shkrimia thotë që ta marr. Dhe Ati ja dha. E djali thotë shkoi i thotë larg. Dhe atje thotë i prishti gjithë paratë në jetë shturë. Dhe mbasi i mbaroi gjithçka, një zi e madhe ranë në poshtë. Dhe djali nuk ishte se ku të rrinte. U fut punonte që të ruante derra tek një njeri. Në atë kohë kur po tregoi kjo paraboli, derrat për lutjet ishin nga kafshët e pista e të ndaluara për të ngrënë. Dhe ishte një poshtërim për çdo një derë nëse ai do të ndisej në ruajtjes së derrave. E njeriu e çekte djalin atë. E gjatë kohës që ishte atje. Dhe ndërronte të shkejë edhe me lëndët që hanin derra për fund e do. Atëherë thotë ngjilli erdhi në vetë. Kërët e vetën të tua shtëpia të atë. Dhe tha me vetën e ti do ngrihen, thotë dhe të shkët e ki marë. E do i dhemë, thotë i marë, thotë më katohë për para te e para qelë. E nuk jam në idejnë që e njëri mytë, thotë, po pranon një nga shërbëtorët. Sepse me ndojnë në shtëpinë e ti veci, thotë, edhe shërbëtorët dhe të pranë buka, jo më binde. Dhe ashtu bërë, shkoj, thotë, të shtëpia e atë. E historia shumë prekë se tregon që atë, kër e pa kajarë, thotë, brapoj, një gjë e pasakon në lindjen e mesme në ato që një plak i dënuar vraponte. Vrapoi thotë e përqafoi djalin. E puthi, e djali tha ato fjalë me këtë tokë përpara teje dhe përpara qiellit, e se ajo i deni që më thotë djali yt. Po ati urdhëroi të që veshën rrobën dhe në drejtshme, i vuri unazën në gishtë dhe urdhëroi të thërrë kallu, vishi i majmut. Tradita e Palestinës ishte që çdo familje mbante një vish të majmut për një rast feste. Sepse mishi haje shumë ka në rast festimi dhe urdhëroi që të thërë. Dhe filloi po një dhe muzikë dhe këngë në shtëpi. Djali i madh po kthehej. Kur dëgjoi muzikën pyeti shërbëtorët se çfarë ndodhi. Dhe ato i thanë që u kthye një vëlla, do të shënosh e mirë, dhe api thotë i dhuroi unazën, veshi rrobën e ndritshme dhe urdhëroi që të thërë viçi ushqyer. Djali i madh u mëruar. E s'donte të hynte. Jati dori dhe i luti që t'hynte, nësa i tha, mi të mirë do që i shpezoj të gjithë paratë në gratë të dalë dhe me jetë shturë, u këthyje në thotë i thërë vishin e ushqyre, nërsa unë të janë bindë të dhurë, kam shërbyrë të i gjithë gjithë posë, nuk të dhënë asë të keksë për ta ngrënë bashkë me vishin e mi e për të gëzuar. E ati i thotë të fjasë, i thotë të birë, thotë, sa janë të mija, thotë, janë tua, po i të vlatë ishte i vdekur dhe u jarë, ishte i humbur dhe u gjetë. E kjo është parabolia. Çfarë do të Zoti vërtetë tonë me farisejve në ato, e në ato dhe ne dhe sot. Sepse fjalët e Zotit janë për gjithë brezat. Ndonëse kjo është një histori e shekullit parë, është një histori e shekullit 21, sepse është për kudo. Tregon fillimisht largimin e djalit në një vend të huaj. E para djali kërkoi trashëgimi ndërsa Ati ishte gjallë. Zakoni nuk e kërkonte përsa kur ishte Ati që ndaje trashëgimia. Vetëm kur ishte Ati, mund ndaje pasuria. E megjithatë Ati ja dha, e realizoi plotësoi njeriu atë njeri. E kjo është historia e njerëzimit. Historia e njerëzimit që abuzoi me njeriu. Zoti na ka krijuar në të mirë për
për ta pranuar ose mos ta pranuar Zotin. E liria është një barë e madhe, dhe ka thonë në vetëm thjesht në fe, ka thonë në filosofët. Liria është një barë e madhe për njeriu, sepse është dhurata më e madhe që Zoti ka për njerëzve. Perëndia e krijon popujt, as nuk krijon sllëve, krijon njerëz të lirë, që kërkon ta duan Zotin e lirinë e tyre, ta duan sepse Zoti është i mirë dhe jo i detyruar. Prandaj liria nëse shpërndarohet mund të kthehet në tragedi të madhe, siç ndodh shpeshherë. E në sot jemi një kohë ku njerëzit kanë krijuar një tjetër rrënë në liri. Jesh i lirë nuk do të thotë bësh gjithçka, çfarë do ti? Sepse duke bërë gjithçka që do ti do të thosh lirinë të tjerëve. Liria ka gjithmonë nevojë për disa kufizime. Prandaj dhe Zoti i vuni njerëzve të parë disa kufizime për ta rritur dhe për ta vlerësuar ata lirinë e tyre. Unë shpeshherë vë njerëzve një shembull të tillë. Çfarë janë kufizimet që ka bërë Zoti? Do të mos bëj, mos vjen, mos shkel kurorë, e mos bëj shumë gjëra. Do të thotë për ta penguar lirinë tonë, por për ta ndihmuar lirinë tonë. Të janë njësoj se do në rrugët malore, në këtojnë mure angash, për të mëdhojtë të makinën që mos të rëzojnë dhe grenin. Asnjë marë nuk do thonë që duam të mure angash, sepse pengon lirinë e shoferit. Ata nuk e pengojnë lirinë, ata e mbrojnë lirinë e shoferit, sepse mbrojnë jetën e tij. Ashtu si shtonë të Shën Vasili i Madh, dogmat nuk janë për ta penguar ne, po janë për ta mbrojtur ne nga mendja jonë, sepse mendja jonë shpeshherë nuk marrë kot, e mund bëj gjëra të ndryshme. E liria e abuzuar këtë e shturje, e njëri i shturur nuk e lirë, sepse është sklav i pasioneve të tij. E djali e ka mojë lirë, siç në Jezimi, u largua thotë një vend shumë të largë. Çfarë do thotë një vend i largë, kuptimin biblik? Do thotë një vend që është larg Zotit. Për sa kohë ne jemi larg Zotit, e Zoti nuk banon jetën tonë përditshme, nuk është të shpirtat në zemrat tona, ne jemi në një vend të largë, në një vend të huaj. Sepse njeriu është krijuar për të qenë fungimin e tij me Zotin e gjallë. E për sa kohë ne jemi larg Zotit, jemi në një vend të huaj, jemi të interruar, jemi në një vend ku ne nuk është vendi ynë. Prandaj të shpirti njeriu do të jetë prej të botë. E Shën Agustini shkruan me shumë çoni e thotë: O Zot, ti na ke krijuar ne sipas ikonës tënde, dhe asnjëherë nuk do të jetë prej pa pushuar tek ti. Patësia më e madhe është njeriu e shikon vend të botë si në shtëpinë e tij. Kur brenda ti në vizet e i madhe, siç u ndodh në parabolinë e djalit të Krishtit për shtëpinë e Atit. Sepse brenda shpirtit çdo njeriu ndihet malli që ka njeriu për perëndim në realitetin e botës tjetër. Sa do të mundohen ta fshijnë njerëzit, e sa do të mundohen mos ta dëgjojnë ai zër gjithmonë atje. E në momentet më të thella, dhe më të vështira të njeriu, ai zër bëhet më i dëgjueshëm. Prandaj djali i cili përfundoi në një njerim shumë të madh, duke ruajtur derdhë, e duke dashur të shkëjë ushqimin e tyre duke mund të do pikërisht u fitua shtëpia e Atit. Gjithë shëndorët dhe mistikët e mëdhenj të kishës ortodokse e kanë përmendur këtë gjë. Nëse në shpirtin tonë nuk dizet malli në shtëpinë e Zotit, e nuk dizet malli për botën tjetër, është shumë vështirë për ne për të kthyer e për të penduar. Se çfarë do të thotë pendohet? Pendohet do të thotë që të ndihesh realisht që ne jemi në një vend të huaj, e jemi në një vend të larguar nga realiteti kryinor. Kjo është një vend tjetër. E nëse ne do të ndizet malli për realitetin e vërtetë, atëherë fillon pendimi i vërtetë. Sepse pendimi nuk është vetëm thjesht lista e një sër gabimesh, siç bëjmë shpeshherë kur rrëfehemi. Kemi bërë këtë. Ai është një pjesë shumë e vogël e rrëfimit dhe pendimit. Pendimi i vërtetë është pikërisht kur ne ndjejmë që nuk jemi në vendin tonë vërtet, që do thotë që kemi në realitetin shpirtëror. E jemi në një njerim shpirtëror, në errësinë shpirtërore, slavëruar nga pasionet e ndryshme, zelira, inatë, shërbe, dhe shka tjetër që në shkrim për ti. Edhe në shpirtin tonë do të dizet pikërisht thirrja e djalit nga Krishti, që do të thotë të çojmë e të kthehemi përsëri. Në hebrejisht fjala pendim është shumë, që do të thotë kthim. Kthim ku? Pikërisht tek shtëpia e Atit. Dhe ky është pendimi i vërtetë. Dhe djali nuk fajsoi tjerë për mirimin e tij, siç ndodh shpeshherë me ne. Kur njerëzit vjen njerit, ose njerëzit vjen në fajë, nuk fajsojnë veten, po fajtojnë të tjerë. Dikush nuk fajsonte baban, semblante e tij. E kam dëgjuar këtë histori. Ishte njëri që të ndërtuar në shtëpi, i një personi. Në pas sa kohësh u pendua që në këtë shtëpi atë.
E filloi blindet me baban e tij, dhe me Xhaxhaj, duke thënë pse më la duhet ta ndërtoj shtëpinë atje. Do të thashë ndërtuar një vend tjetër që mendonte ai është më mirë. E ky njeri ishte atë 40 vjeç. Dhe fajsonte prindrit pse lajë të ta bënte atë gjë. Kështu bëjnë gjithmonë. Për çdo fajsojnë të tjerë. E ky nuk është pendim. Prandaj edhe në profesorë gjithmonë themi një varë shumë të rëndësishme. E kushdo të vjen një profesor dhe të dy e varë. Kur themi që mos më lejo, ndërtojmë Zotit për të arsyetuar mëkatin, që do të mos më lejo që të jap mëkatit tim një arsye, ose një justifikim, siç ai japet një gjithmonë. Po djali fajsoi vetë. E ky është pendimi i vërtetë. Sepse nëse do ndizet në shpirtin tonë madhe për realitetin kriminal, e ne do kemi dëshirën për mungimin e gjallë të Zotit, ky do jetë pendimi i vërtetë. Dhe do shkojmë të tregojmë realisht se çfarë kemi bërë. Madje djali shkoi në përmirësi deri në maksimum. I tha, mos më quaj mua as dirin tim, po të jem si një nga shërbëtorët e tu. E ati, zëmëdhëmshur, nuk i tha si fjarë. Madje përqafoi thotë dhe puthi. E puthi ishte shenje faljes në ato në lindjen e mesme. Dhe i duroi rrobën e ndritshme, që ishte një restaurim përsëri i djalit të pozicionit të parë, madje edhe më të lartë. Josefi, kur u bë kryeministër nga faraoni, ju dhurua një natë, ju dhurua edhe një rrobë e ndritshme. Dhe zakoni i lindje ishte gjithmonë, sa herë ipe një ofiq shumë i lartë, ipe një rrobë e ndritshme. E rroba e ndritshme është rroba e tasme se paravornis tjetër, i thotë rroba e mbretërisë së qerrë. Dhe i vuri një unaz, shenjë të autoritetit, dhe i veshi dhe të kutë, ishin shenjë të njeriu të mirë, sepse pjesa më e madhe e sklevëve esnin të zbata. Dhe një gëzim i madh u bë në të shtëpi, u thënë viçi i majtë dhe të gjithë ishin gëzuar. Po të ndalemi pak edhe tek vllai tjetër. Kush ishte ky vllai i madh? Sepse shpeshherë të lehet harres. Mos harrojmë që Zoti te paravoli ku jo tregonte farisej. Farisej ishte vllai i madh. Ata njerëz që ndoshta ishin përpjekur të ruanin ditën e Zotit, po brenda shpirtit të tyre ishin larguar nga Zoti. Nëse djali i vogël ishte larguar fizikisht, djali i madh tani edhe ishte larguar shpirtërisht. E në vend të gëzoj për vllajin e tij, po shikoni me kujdes fjalët që i thotë atit. Nuk thotë që vllai im, e tha që dirë, i prishi gjithë pasurinë me gratë të dala e me jetë shturë, thotë dhe ti bëre këtë gjë. Nuk pranoj që ta quante të vllai. Andaj dhe ecën e kishë se ka interpretuar shpeshherë të paravoli me farisejt, ata njerëz që kundërshtuan Zotin dhe në mëkatarët e shëndetëve të paganë, të cilët u afruan përsëri tek Zoti. Sepse nëse ne pendohemi me gjithë shpirt, Zoti do na falë. Dhe askush nuk e ka monopolin e Zotit. Sepse shpeshherë njerëzit mund mendojnë, ka që vinë vazhdimisht të kish, ka që nuk e bërë gjëra për tishën, mendojnë se nuk isha i takon atyre. Nëse do të kthehet një fajtor, e do vi përsëri në kish, ndoshta do i kapi zemrin kundër tyre. E kemi provuar këtë gjë. Kur kemi pranuar njerëz të ndryshëm, që ndoshta mund të jenë mëkatarë, dhe e pranuar në kish për të qenë pranishëm, shumë njerëz janë ngritur kundra, e do të thënë, pse është pranuar ai ka qenë kështu, ose jashtë ti ka qenë tjetër. Kjo gjë shpeshherë nuk vjen nga drejtësia, vjen nga zelia. Edhe vjen nga një gjë që kemi dashurinë dhe dashurinë në shpirt. Sepse njëri që ka dashuri në shpirt, gëzohet kur një fajtor kthehet. Është i gëzimi i madh në qiell për Zotin, për çdo fajtor që kthehet, më tepër se sa për 99 të drejtë, që s'ka nevojë për kthimin dhe për pendimin. Nëse ne pendohemi sinqerisht, Zoti do na falë dhe do na restaurojë përsëri në gjendjen e mëparshme. Shëmbi mendit madh i vjen një murg i cili kishte mëkatuar. E thotë, Alba thotë ka mëkatuar. E kur thotë në këto historira për mëkatin, zakonisht flitet për mëkat të rënd. Dhe i thotë ka vendosur të bëjë një agjërim shumë të madh për 3 vjet. Edhe shëmbi mendit përgjigje të shumë. Po thotë pak një vit pra për shumë. Nëse ti për të ndrohesh dhe pendohesh me të shpirt, edhe 3 ditë janë të mjaftueshme. Që do thotë pendimi nuk është në sasi, po është në cilësi. Nëse ne realisht ndryshojmë jetën tonë, Zoti do na pranojë përsëri. E do na dhurojë rrobën e ndritshme, që do thotë që është rrobë gëzimi. Sepse djali i madh nuk humbiste asgjë nga rikuperimin e vllajit. Përsëri do merrte pjesë në paketë. Edhe mos ishte i vllajit pa pjesë do hante. Edhe mos ishte fare i vllajit përsëri ai aty ku e kishte. Por zemrimi i brenda vjen kur ne mendojmë se jemi më të mirë se të tjerë. Prandaj në paravolinë e parë, e lutjes farisejve. Edhe në paravolinë e dytë të djalit të madh është një paramendim për gjithë secilin nga ne që vjen kish. Do të
përdonshëm, e të jemi të dashur, dhe të gjithë njerëzit që vinë brenda. Shenjtarët e kishin këtë. Ja tregoj një histori. Kur në një manastir, ku ishte Shëndi Sarioni i Madh, një mund për një kat madh. Igumeni e përzuri nga kisha. Në kohën që mundu po dilte jashtë, mbas tipu vetë heste dhe Shëndi Sarioni. Dhe igumeni thot, "Aba, ku po shkon? Po dal jashtë, derisa nuk lejohen më mëkatarët të rënë kishë, sepse dhe unë jam mëkatar." Shenjtarët e ndjenin të gjë. Andaj kishin dashuri dhe dëmshuri për një gjithë të tjerë. E paravorria sot me fillimisht që na tregone dashurinë e pakufishme dhe pakushte që ka Zoti për gjithë secilin nga ne. Dhe është një thirrje për gjithë secilin nga ne, siç thotë Shënia e Bojartit, sado mëkate të mëdha të keni bërë, nëse pendoheni dhe theni tek Zoti, Zoti do ju larë dhe ju bëjë të përparë të bora. Në këtë periudhë për ato të preshës, kisha na afrojë gjithë secilin nga ne. Na kthejnë në pendit, na kthejnë në të rrethet të kthejmë rrugët, e të ndryshojmë mënyrën e penduarit, të ndryshojmë mënyrën e jetuarit, sepse pendimi nuk është vetëm thjesht një keqardhje, po e përsëris për disa faje të bëra. Pendimi i vërtetë është një kthim radikal, një ndryshim i mendjes tonë, i mënyrës jetesës dhe gjithçka tjetër. Dhe pendimi nuk është vetëm thjesht pranosh nga bërfajë. Pendimi është ndryshje e shkosh tek Arti, që do thotë është një kthim i gjatë përsëri, është një proces i gjatë për të kthyer përsëri tek Zoti. Unazëm e do japë shpirtit tonë gëzim edhe të ri. Amin.